Në mbledhjen e ashtradhe të Këshillit Bashkiak të Vlorës, kryebashkiaku Elisa Lili ka prezantuar disa projekte të rëndësishme të cilat kërkonin diskutimin dhe miratimin e këshilltarëve. Një projekt madhor është ai në sistemimin e kanalizimeve të ujrave të bardha, që do të zgjidhë çështjen e përmbytjeve në zonën e Albano Rominës, por edhe në disa zona të tjera të qytetit. Rrjeti aktual i kanalizimeve është i amortizuar, por edhe sa i përket parametrave nuk përballon dot zhvillimet e qytetit. Halili theksoi se parashikohet edhe rikonstruksioni i kanalit të ujrave të larta dhe rikonstruksioni pompave të hidrovorit. Sipas kryebashkiakut, zbatimi i këtij projekti do të ketë një efekt të menjëhershëm në parandalimin e përmbytjeve. Ku konsiston ky projekt? Ky konsiston në rindërtimin e këtyre kolektorëve betonarme të kanalit të Fushës dhe ne vazhdojmë përgjatë rrugës transballkanike duke ardhur tek ish Karburant Fjordes, ku ndodhet një nga stacionet e pompimit, dhe vazhdojmë deri në rrugën më problematike, e cila është rruga Albano Romina. Me këtë projekt që ne prezantojmë për ta kaluar në buxhet dhe që duam ta zbatojmë, ne e rindërtojmë kolektor të rinj për gjatë gjithë transballkanikes, që nga rruga Albano Romina deri tek ish Karburant Fjordes, kalojmë dhe rrethin dhe kthehemi në drejtim të kanalit të madh të Fushës. Ky është vetëm hapi i parë që ne hedhim për rregullimin e kolektorëve të ujrave të larta, sepse ky është një master plan i cili ne këtë po e konsiderojmë lotin e parë, loti jetik, loti që do t'i japi impaktin e parë të parandalimit të përmbytjeve në ato rrugë që ne i shikojmë gjithmonë. Ndërkohë, paralelisht me këtë projekt, janë dhe dy projekte të tjera, të cilat ishin të parashikuara në buxhet, që është rikonstruksioni i kanalit të ujrave të larta dhe rikonstruksioni i pompave të hidrovorit. Të tre këta projekte në paketë do të kenë një efekt të menjëhershëm në parandalimin e përmbytjeve. Kryetari i Bashkisë Elisa Lili u bëri të ditur këshilltarëve bashkiak se projekti që do të zbatojë për kopshtin në lagjen 1 Maj është shtyrë për një periudhë të mëvonshme për shkak të disa problematikave në gjendjen juridike të pronës. Ky kopsht në analiza jonë nuk është se është përjashtuar për mos u bërë. Ky është shtyrë në një afat të mëvonshëm që mund të jetë projekti i buxhetit të ardhshëm, për arsye sepse kemi konstatuar disa problematika që kanë të bëjnë me gjendjen juridike të pronës, por për të thënë dhe situatën siç ka qenë realisht nuk ka qenë i plotësuar në të gjitha detajet e tij si projekt. Kryebashkiaku i Vlorës Elisa Lili tha në mbledhjen e Këshillit Bashkiak se janë hartuar projekte për 3 shkolla, Marigo Pozio, 4 Erojnë dhe Ismail Qemali, për habilitimin e tyre, por nisur nga problematikat më të nevojshme ndërhyrjen prioritare e ka shkolla Marigo Pozio. Nga Bashkia Vlorë ka pas qenë bërë një procedurë për hartimin e projekteve të 3 shkollave. Procedurë e cila ka përfunduar dhe Bashkia vet ka pasur projekte të 3 shkolla, që ka qenë shkolla Marigo Pozio, shkolla 4 Erojnë dhe shkolla Ismail Qemali. Nga një vlerësim paraprak që është bërë, si dhe nga konsultimet me drejtori që merret me pjesën e mirëmbajtjes së shkolla, por dhe nga një vizitë që kemi bërë grup pune bashki në për këto shkolla, kemi konstatuar se shkolla më problematike, por edhe ajo që ne arrim, domethënë, ka buxhetin më të vogël, arrim ta suportojmë në këtë rast, është shkolla Marigo Pozio. Është një projekt rikonstruksioni, mund ta shikojmë. E cila përfshin rehabilitimin total të shkollës Marigo Pozio, përfshin që nga fasada, sistemi kapot, pjesa e drektareve, pjesa e sistemimit të oboreve, rindërtimi i fushave sportive, rindërtimi i palestrës, pjesa e sistemit të kondicionimit, sistem elektrik, shtresa të brendshme. Kryetari i Bashkisë së Vlorës tha se këto projekte ishin të parashikuara sipas buxhetit, ndërsa u ndalet tek rikonstruksioni i trotuarëve përgjatë rrugës transballkanike. Nga analiza e gjithë zërave që kam parë, projekti i cili kemi evidentuar ka qenë rikonstruksioni i trotuarëve përgjatë rrugës transballkanike. Ka qenë një projekt i parashikuar në buxhet me vlerën 126.809.486 lekë.
Duke parë këtë projekt detajuar, kemi konstatuar se ky projekt përfshinte pjesën e trajtimit sipërfaqësor përgjatë rrugës transballkanike. Do me thënë parashikonte pjesën e shtresave sipërfaqësore, trotuaret dhe të tjerë elementë sipas projektit që janë detajuar. Me 30 votat e mazhorancës socialiste në Këshillin Bashkiak të Vlorës, Këshilli Bashkiak miratoi kështu projekt vendimin që ia pru këtyre investimeve të rëndësishme që pritet të zhvillohen nga Bashkia e Vlorës në qytetin bregdetar.